E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar ngjarjen më të bukur që do të ndodh sonte. Sonte kemi dasëm në shtëpinë e Big Brotherit dhe vllau i madh ka nisur që në mëngjes duke e manifestuar këtë gjë. Në fakt banorët e manifestuan që mbrëm, patën natën e beqarisë, çunat veç, gocat veç, më pas u bashkuan që të dy palët dhe u argëtuan, kanë vallëzuar, janë kënaqur, e kanë shijuar këtë festën pafund. Çifti i përzgjedhur nga publiku që njëkohësisht u bë edhe çifti i Big Brother tashmë zyrtarisht që natën e mbrëmshme, sepse e mbyllën natën e tyre të festës duke dhënë puthje, duke dhënë ledhatime, duke dhënë kënaqësi për njëri tjetrin, është Gimbo dhe Selin. Gimbo dhe Selin sonte do t'i japin fund natës së beqarisë së tyre. Vllau i madh e ka bërë me dije që dasma do të startojë në orën 21, do me thënë të gjithë në orën 21 pranë ekranit, të shohim këtë dasëm të bukur, të shohim këtë moment fantastik, ku nusja besoj që do t'jetë glamur, ashtu si që Selinën e kemi parë të jetë gjithmonë. Që në mëngjes, fillimisht njëherë Selina i përgatiti thonjë t'i bëri gati, dhe tani u erdhën edhe fustanet të gjithë banorëve që do të vishen sonte, pasi që kodi i veshjes duhet të jenë shumë të veçanta edhe shumë special. Do me thënë fiksi në një dasëm të madhe. Dasma do të realizohet brënda ambienteve të shtëpisë së Big Brotherit, do të jetë në arenën e Big Brotherit. Arena nuk do të jetë ashtu siç ne në fakt jemi mësuar ta shohim me perdet kuqe dhe një ambient krejtësisht i kuq, por do të jetë i shndruar krejtësisht në një ambient martese, ku do të jenë të shoqëruar me tavolina ushqimi, me karige dhe altari ku do të kalon Selin dhe pozicioni ku do ta pret Gimbo, lart tek këndi ku do të vehen unazat. Do të ketë edhe të ftuar special në këtë festë, me patjetër që mendja shkon gjithandej, do të jenë familjarët e Selin dhe Gimbo të ftuar në këtë ambient dasme apo nuk do të jenë. Në fakt, duke u bazuar në vitet e kaluara, nuk do të ketë të ftuar familjar në këtë ambient dasme, në këtë dasëm të madhe që do të bëhet brenda kësaj shtëpie, por me patjetër që do të ketë të ftuar opinionistët, siç është Monika Kryemadhi edhe Arbër Hajdari, që do të jenë pjesë e kësaj feste kaq të bukur, dhe ndoshta mund të ketë të ftuar edhe staf nga televizioni Top Channel, më konkretisht moderatorët e televizionit, por Arbri dhe Monika me patjetër që do të jenë të ftuarit special të kësaj feste. A do të jetë i ftuar Ledion Liço? Po ku do të shkonte një dasëm, ku do të bëj një dasëm jo e bukur apo një dasëm fantastike, le ta themi, pa Ledionin. Ledioni me patjetër që do të jetë pjesë e kësaj dasme, nga informacione që kam unë do të jetë edhe në pozicionin, le ta themi, të priftit edhe hoxhës që do të kurorëzoj këtë martesë, dhe mendoj që do të jetë një ndër festat më të bukura. Sonte do të ketë edhe këngëtar special të ftuar, të cilët do të këndojnë edhe do të surprizojnë banorët, përflitet jashtëzakonisht shumë, pasi që është dasma e Gimbos dhe të jetë ndoshta i ftuar Gjesti, por nuk e besoj që Gjesti do të dëshironte që t'ja merr vëmendjen mikut të tij, shokut të tij të afërt të Gimbos në natën e tij më speciale. Do me thënë Gimbo e jeton këtë momentin si me qenë një moment shumë i vërtet. Ai në dhomën e rrëfimit shprehën një lloj emocioni të papërshkruar, është shumë i emocionuar, e pret me shumë dashuri këtë dasëm, e jeton me shumë qejf këtë gëzim dhe mezi pret që të mbrijë ora 21 dhe të ngjitet tek ambienti ku do të argëtohen të gjithë banorët, ku do ta shijojnë dasmën për ta jetuar këtë çast. Do me thënë si Selin, si Gimbo presin pafund surprizat e kësaj nate. A do të ketë një unaz, me patjetër që do të jetë unaza e martesës e cila do të mbetet më pas
pjesë e dorës së Selin, do me thënë unaza do tjetë tek nga Miluna, ku Miluna historikisht, do me thënë argjendaria e famshme tashmë, i ka martuar çiftet e Big Brotherit dhe kanë ndjekur bekimet e tyre në jetë. Unë sinqerisht me zemër, e uroj që të jetë një çift i vazhdueshëm, jo të jetë një çift sa për vetëm këtë dasëm, por të jetë një çift i cili të na dhurojë dashurinë e tyre edhe përtej këtij Big Brotherit. E ndjej në fakt që është e tillë, sepse edhe Selin, edhe Gimbo e duan jashtëzakonisht shumë njëri tjetrin, do të thënë kanë krijuar një afrimitet shumë të bukur me njëri tjetrin, janë shumë glamur pranë njëri tjetrit dhe sonte jam shumë i bindur që do të jenë fantastik. Tani nëse ma bëni pyetjen, sepse kam parë edhe kështu Tirana i interesuar se çfarë fustani do të ketë Selin, me patjetër që do të jetë një fustan tepër luksos, do të thënë do të jetë një fustan i viteve të fundit, nuk do të bëhet publik fustani deri në orën 21, do të thënë në momentin që Selina do të futet në arenën ku edhe aty do të thënë do të kurorëzoj martesën e saj, do të jetë një fustan i thjesht, i natyrës së Selinës, nuk do të jetë do të thënë shumë i ngjeshur, do të shkon me këtë kohën e fundit, me vitet e fundit, që në fakt do me thënë do tjetë superior në të gjithë këtë Big Brother dhe do të merë vëmendjen më të bukur të publiku. Do me thënë do tjetë një ndër fustanet më interesante që ne kemi parë. Dhe Gimbo me patjetër do tjetë i veshur me kostum të zi, do tjetë i veshur tamam si dhëndër, me kostum glamur që do tjetë në qendër të vëmendjes. Të gjithë banorët janë entuziast, të gjithë banorët e dinë se sonte do të presin mysafir, do të presin një ambient të bukur, por deri më tani do me thënë, mysafirët e konfirmuar, le të themi, brenda asaj shtëpie janë Arbër Hajdari, i cili do tjetë, që ka qenë gjithmonë në për spektakle dhe në për festa që janë bërë në Big Brother, sidomos festa ka glamur, do tjetë Monika Kryemadhi për herë të parë në fakt në një dasëm, dhe do të shohim se si do ta kenë qasjen banore dhe do të ketë qasje me Rogertin, edhe pse në fakt Rogerti nuk është i ftuar në dasëm, dhe pritet që të jetë edhe Ledion Liço pjesë i kësaj feste. Unë me zi pres në fakt që ta shoh këtë dasëm, do t'jetë një super moment, do t'jetë diçka fantastike që do t'na argëton të gjithve, do t'na falen të gjithve kënaqësi, do t'na falen të gjithve pozitivitet. Do me thënë, është një dasëm superiore. Kush do t'jetë këngëtari, se edhe këtë nuk e thamë, patjetër që do t'jetë një këngëtari muzikës popullore që do të argëtoj sonte dasmorët, nuk do t'jetë një këngëtar i thjesht, por do të ketë shumë surpriza brenda kësaj nate. Do të thënë do të jetë diçka glamure që do të ndodhë sonte. Unë do kisha dashur që të ishte për shembull edhe nëna e Gimbos dhe nëna e Selin, pse jo, le të ishin pjesë e kësaj feste, ndoshta një minutë shumë të vogël, por duke u bazuar në vitet e tjera që nuk kanë qenë fare, nuk ma merr mendja që do t'jenë edhe këtë vit pjesë e këtij spektakli kaq të madh që në fakt të pritet sonte të ndodhë. Me thënë sonte është një natë glamur brenda shtëpisë së Big Brother.